Për punën e udhëtimit, se udhëtar, musafir, do më thonë llogaritet njëri kur të merr sefer udhëtim. Udhëtimi është, do më thonë, mas pakti 85 kilometra, ose ato që banorët e çatij veni konsiderojnë si udhëtim. Edhe lehtësimet e udhëtimit fillojnë pe momentit kur t'i lën shtëpiat e fundit çati, për shembull në Frezaj, je të shku në drejtim të Shkupit. Kur të mrish për shembull te rrethi i autostradës, ato më janë mbaru shtëpiat e Frezajt. Pe çatushit më llogaritesh që do të fillon me mund të shkurton namazet e sa të tjera. Mirë po, jo si dikush që mendon që vetë se ka dalë pe qytetit tonë e shkurton namazet, edhe nëse shkon për shembull pe këtushit, nëse shkon në Vitia. Jo. Nuk je udhëtar atë, je do thot udhëtar je nëse udhëton namaz, udhëtim që shkurtohet namazi, valla. Ose që njerëzit konsiderojnë udhëtar, për shembull, Allahu e di mas miri që nëse shkon pe Frezajt në Shkup, edhe pse janë veç 50 kilometra, po të shumica e njerëzve konsiderojnë që je udhëtar në këtë vend atë. I shkurton namazin. Se është traditë e vend që konsiderojnë që ke marrë udhëtim, ke kalu pas kofeja, sa në je udhëtar. Mirë po, nëse për shembull ballaki në shumicën e vendeve tona, edhe nëse shkon për shembull pe Frezajt në Pej, më thon, që është gati 100 kilometra, nuk konsiderojnë që je udhëtar, se thonë në brenda Kosovës, se nga ti edhe, se nuk i shkurton, Allahu di mas miri.